Ambasada amerikane në Tiranë lëshon një njoftim paralajmërues për rrezik të mundshëm sulmesh nga grupe të lidhura me Iranin në territorin shqiptar, duke theksuar se objektiv mund të jenë si subjekte të lidhura me SBA-t, ashtu edhe elemente të opozitës iraniane që ndodhen në vend. Në njoftim theksohet se këto grupe mund të shënjestrojnë gjithashtu edhe ambiente publike dhe zona të frekuentuara nga qytetarët. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me SBA-t ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme, të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante, thuhet në njoftimin e ambasadës. Autoritetet amerikane u bëjnë thirrje qytetarëve të tyre që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të jenë vigjilent për çdo situatë të dyshim. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, thekson ambasada amerikane. Reagimi i plot. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme, të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar.